أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimet dhe lavdërimet të takohet me Allahu xhaleshanu paqja dhe mëshira të dërguarit të tij Muhammed alayhis salam. Të nderuar dëgjues, po e fillojmë misionin tonë të rregull, kështu kemi mision kontaktivitet të diele, besoj se jeni duke pritur me padurim. Pra bëj fjalë për misionin i cili zhvillohet me Hoxha Kupasipin, ku është duke në vazhdimsi për është komenti i surës Fatiha, jemi nga fundi sa duket i kësaj sure për ta kryer komentin. Dhe gjithashtu mos të harrojmë që njoftojmë se kemi mision me komentin të zgjatë deri në ora 20 ku aty të fillojë edhe pjesa e dytë e misionit për pyetjet dhe përgjigjet e dëgjuesve tan, ku mund t'i parashtrojnë nëpërmes telefonit 471 Pra, nëse ata që dëshirojnë direkt inkuadron, kjo kohë është për ata, kurse ata cilët kanë dëshirë indirekt i pashojnë pyetjet e tyre nëpërmes telefonit ton, mund ta bëjnë duke filluar që tani pra në regjistrin tonë gjithë do t'i regjistrojnë të gjitha pyetjet. Kështu pra, u nderuar mirë se vini edhe sonte në studio. Alhamdulillah Allahut që ja po takojmë sërish këtu në këtë studio për ta vazhduar komentin e Kuranit, të cilin janë duke pritur me padurim të gjithë dëgjuesit tanë. Mirë se u gjetëm me dëshirë që dëgjuesit tanë të jenë të harxhmëron të ndjenjë një pushim shpirtëror të dukshëm gjatë dëgjimit të komentit të ajeteve në surat al-Fatiha, edhe nëse kalojmë andej e lutim Allahun xhalla xhelalu që çdo fjalë e jona edhe vëllezërive tonë hoxhallar të ndikon pozitiv te dëgjuesi dhe dëgjuesja jonë, ashtu që na ditë pas dite të bëhemi më të begatshëm me kuptimet e tona dhe vështrimet e tona rreth fjalës Allahu xhalla xhelaluhu. Kështu çdo gjë fillon me pak e pastaj mbaron me shumë. Një poet arab ka thonë awwalul matari qatrun thumma yanhamiru, fillimi i shiut është një pikë e pastaj rrjedh. Inshallah na jemi një pikë e pastaj rrjedh inshallah. Inshallah. Ja kështu para se të fillojmë bisedën, kështu ju joftojmë juve direkt dhe edhe dëgjuesit se është duke u parë shumë qartë interesimi është shumë i madh i dëgjuesit. Kemi kështu telefonata jashtë emisioneve që e përkrahin më të madhe këtë emision dhe kërkojnë që sa më shumë kështu të them zgjerohet dhe që të edhe koha pak më gjatë nëse ka mundësi, kështu ka shumë kërkesa për prap kuptohet mundësitë tuaja janë kufizuara pasi që kur vini këtu vini pas shumë punëve dhe lodhje tjera. Po sigurisht. Kështu po para se të kalojmë në bisedën do ta lexojmë letrën e një dëgjuese i cili na ka dërguar këtu në studio. Ju përshëndet një afëze. Ju falenderon pa mas Zotin e madhruar dhe ju për organizimin e këtyre emisioneve fetare. Por lutja ime tek Zoti është që kjo radio shpejt të bëhet ajo e cila në mëngjes të fillojë me paqe dhe të mbyllet me paqe. Pra selam aleikum. Unë nuk kam pyetje për vetëm një vërejtje tek dëgjuesit apo pyetjet e këtyre emisionit. Inshallah kjo vërejtje është e mirë pritur apo e mirë kuptuar. Pra ju lutem të gjithë dëgjuesit që pyetjet çka ti bëjnë me një stil dhe nivel më të lartë, për fjala për pyetjet. Pse a thua po themi kështu? Për asgjë se që sa kohë e dëgjojmë Hoxha Kupin, por nuk ka emision që më ka kaluar pa dëgjuar. Por unë kur nuk i parashtroj pyetjet duke i konsideruar vetëm shumë të vogla para ty. Edhe kur e dëgjoj rri e shtrënguar për nderën dhe respektin se fjala kujt dhe prej kujt janë të dëgjuara. Pra vazhdon pjesa tjetër e letrës. Kam edhe një këshill edhe atë nëse më pranohet nga ju në lidhje me një pyetje që po e bajnë disa dëgjues. Pyetja e tyre është kështu: a duhet prindrit që plotësojnë dëshirën e fëmijëve të vet? Kjo pyetje po parashtrohet nga të reja dhe nga vetia po kuptohet çka e ka kuptimin. Unë duke ju kërkuar fjalë të shtoj për këtë falë, prapë kështu nëse gabim. Shtoj për këtë. Por duhet që t'ju plotësojnë dëshirat që ato i kërkojnë për prindërve, por ata fëmijë, vajza e reja, para plotësimit kanë disa obligime. Nëse ato i krinë të gjitha obligimet fetare, siç është namazi, agjerimi, mbulesa islame, ruajtja e fesë, zgjerimi i saj do të thotë punuarit para fesë vet. Pas obligimeve ndaj Zotit, ajo ja plotëson në rend të parë dëshirat e prindërve duke e nderuar ato dhe duke i ndihmuar në punë. E pasi një person i krijen obligimet fetare ndaj Zotit, prindërve dhe ndaj të gjithë njerëzve, jo që prindit duhet me ja plotësu dëshirat që ata e kërkojnë, por atë ju plotëson Allahu i Madhërisëm. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra këtë afize falenderojmë shumë për këtë konsiderat dhe këto komplimente kështu. Allahu është përblet dhe ndihmoft për ta vazhduar misionin e saj. Për konsideratat, për mirëfillim, për mirëkuptimin, shumë faleminderit. Pra është ndëruar ne mbetëm aty nga fundi i kësaj sure, pra ka mbetur edhe një ajet apo dy. Na jemi në ajetin e parafundit. Po.
në suratul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa atammu taslimi ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ashtu si që thamë në jemi në ajetin e parafundin suratul Fatiha, ihdina sirat al-mustaqim, Zot në udhëzon rrugën e drejtë. Suratul Fatiha, nëse nuk kemi thonë më herët, po e themi tash se ajo është veç asaj që është Kurani Kerim, përfshin në vete fakultetet e përgjithshme, duke fillu prej atij të besimit, prej atij nëpërmjet fakultetit të sjelljes, edhe bindjeve të shëndosha, rrënjësimit e besimit islam në zemrën e njeriut, argumentet e qenjes Allahu xhalla xhelaluhu, dëshirat e rrepta për adhurimin e robit Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu, sinqeritetin në nivelin më të lartë. E pra, për shkurt i tham se në çka ka në Kurani Kerim, në përgjithësi, për shkurt i është në suratul Fatiha. Në gjuhën moderne të fjalorit sotëm, suratul Fatiha thamë në është preambulla e Kurani Kerimit. Mirë po ajo nuk, as për sa fërmi nuk i ngjan atij fjalorit që na folim me ta sot. Ajo është suratul Fatiha, nona e Kurani Kerimit. Edhe emra tjerë siç kemi thonë. Tashti na kemi të bëjmë me pjesën e parafundit apo të fundit të kësaj sure, ku kalon vet kuptimi i surës në formën e lutjeve. Pasi që tha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, është pranim edhe pohim, është vërtetim i kamgulljes së robit Allahut për t'i bërë ibadet dhe mbështetjen me lip vetëm për atij. E tash ka kaluar në fazën e lutjeve të sinqerta drejt për drejti, ku robi Allahu xhalla xhelaluhu thot ihdina as-sirata al-mustaqim, Zot më drejto në rrugën e drejtë. Talipi pra udhërimin tënd të shëndosh, i cili është në dobijen time si rob. Edhe mu për këta, kur arritëm në komente në hadisit i cili u komentua javën e kaluar në lidhje me këta, kur Allahu xhalla xhelaluhu ka thonë në hadithin kutsi, e kam nda namazin në dy pjesë, një pjesë është e imja, një pjesë e robit tim. Ati mu në fund ku arritëm, tha se hadha li abdi wa li abdi ma sa'al. Kur thoi robi Allahut ihdina as-sirata al-mustaqim, thot Allahu xhalla xhelaluhu, do thot kur thoi robi Allahut se Zot më drejton në rrugën e drejtë, thot Allahu xhalla xhelaluhu, e kjo pra është e robit tim, edhe unë këtë robit tim ja dhash, do me thonë, ai e mori këta për shkak se e meritoi me lutjen e vet të sinqert. A ka qenë reale që në këtë ajet thoi ihdina as-sirata al-mustaqim, e të vazhdon tanena ta komenton Kurani Kerimi çka do me thonë sirata al-mustaqim. Është drejt ta ban Allahu xhalla xhelaluhu atë në Kurani Kerim. Mirë po, ai këtë ajet e solli në formën e më të shkurt dhe në formën e arritjes së njeriu të lutja Allahu xhalla xhelaluhu, ai pa humbie kohë, pa u koncentruar në mënyrë të ndryshme fare, drejt për drejti ja lip Allahu xhalla xhelaluhu më të madh. Ajo më e madhe është që ai të jetë në rrugën e drejtë. Kështu që nëse nuk kemi thonë në dersat që kaluan, në javën e kaluar konkret, se Rasulullah i dul prej xhamie dhe bën një vi në tokë, i mbledhi sahabët për rreth e për qark të atij, edhe ju thaja shifni rrugën e këtë vijën e drejtë, thanë po, edhe i bëni asaj rrugica. Tha ai shihni këto, thanë po, tha pra, kjo rruga e drejtë është sirati, rruga e drejtë që trasohet në Kurani Kerim, e këto të voglet janë rrugica. Tha mos hini rrugicave se do të humbni. Thashun se Kurani Kerimi është nona e Kurani Kerimit, edhe është preambulla e atij fjalorin për e përdorit sotëm, se për zgjati çka ka ardhur në suratul Fatiha, për zgjati është në Kurani Kerim. Vlen për ajetin e parë Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vlen për ajetin e dytë Rahman Rahim, vlen për ajetin e tretë Malik Yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, deri në fund. Se cili ajet prej këtive, gjë që unë nuk e bona në komentin e kësaj sure, nëse i kthehemi sërish dëni herë me komentu më gjerë, se tash kemi spjegu shumë shkurt, e unë për ilustrim po e bëj sonte, se për ta pasë se cili ajet piktive si është i shtrim në Kurani Kerim,
në damarët e Kurani Kerimit, unë sonte pe baj prap në formën shumë të shkurt. Nuk e bona për elhamdulillahi rabbil alamin me përjashtim disa të shkurta, 5 sure hapën me elhamdulillahi rabbil alamin, disa sure mbyllën me elhamdulillahi rabbil alamin, por në formën shumë të shkurt. Sonte do ta bëj pak më gjatë në lidhje me ihdina siratal mustaqim, i cili ajet është në suratul Fatiha i parafundit, edhe si shtrihet ai në Kurani Kerim në surat tjera. E kam për qëllim fjalën hidaje, se mu për rreth kësaj flitet, fjalën udhërrëfim. Do t'i cekit disa ajete në Kurani Kerim të cilët i prek kjo fjalë, ose preken gërshetohen drejt për drejti me fjalën udhërrëfim, o Zot, na udhërrëfen, na rrëfen rrugën tonë më të drejtë. Më të drejtë do më thonë në rrugën të cilën ti e ke trasuar dhe vetëm në atë pajtohesh. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu thon Kurani Kerim surat Al-Baqara në ajetin 143, wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah. Fa namazi, Ramazani, zekati, haxhi, imani, besimi, me gjitha degët e tij, a degët e besimit dihet Rasulullah trasoi në hadith shumë bukur, tha al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, tha imani është 70 e disa deg, ulaha qawluhu la ilaha illa Allah, au a'laha ma larta dege imanit është kur thuish la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kurse ajo ma vogla është mbi 70, do me thonë, tha është me hek një gjë të ndit prej rrugë, do thot me hek një koc, një gurin, një therr prej rrugë, është pjesa me vogël e besimit, edhe ai shtoi dhe tha el haya'u min el iman, tha marrja turpi është pjesë e besimit. Në këtë ajet këtë gjërat, këtë normat, këtë urdhnat edhe ndalimet Allahu i përfshini, tha të gjithë këto, e duke kalu për skajt murit apo për mes oborrit të namazit, tha wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah. Këtë këto urdhna në supët e njerëzve janë të rona, në përjashtim të ative që janë të udhërrëfyer, që rruga ative rrëfehet nga Allahu Jalla Jalaluhu Jalla Shanu, ato nuk e nin fare ran. E keni vuj ure me siguri se njerëzit të cilët e nin nuk i bojnë punt, e nin rand po çështjen e Islamit. Ja për shembull, e nin rand me uçun sifir, se kanë provuar se sa është kënaqësi. E nin rand agjerimin, se kanë provuar se sa është kënaqësi. S'mund ta paramendojnë me nejt pa buk, s'mund ta paramendojnë do me nejt pa duhan, s'mund ta paramendojnë qert me nejt para ki, s'mund ta paramendojnë qert me nejt e konsiderojnë me nejt i lidhur. Bile në kohat që kaluan, në frimat edhe rrimat që kaluan, shkojshin aq larg sa që e thojshin ato se hajvani rrilidhët, kështu thojshin, hajvani rrilidhët. Interesant, ishin shumë të palogjikshëm kur e thojshin këta, se interesant, hajvani rrilidhët, po ai veç han hiç pa not. Se zotnia i qet, a njeriu jo, njeriu agjeron. Njeriu lidhet për kë? Për besimi, nuk lidhet njeriu për kërpeshi, ai lidhet për besimi edhe për bese. Lidhet për rrugën e vërtetë të cilën ja rrëfen Allahu Jalla Jalaluhu dhe ja shpjegon mirë Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Para ata kur e thëshin këtë, me siguri se ato besimtarët e sinqert u vrashin, mirë po u plagoshin në shpirt brenda, po ato e dishin se janë të ndëgju prej ative njerëzve të cilët faktikisht prej ative nuk u pritte diçka tjetër përveç se ashtu diçka në formën më të ulët të mentalitetit të shpjegimeve të gjërave. Allahu tha wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah, tha sa shemove tha për ato që besojnë. Në ajetin 113 suratul Baqara, fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idhni. Tha kënd e udhzoi Allahu Jalla Jalaluhu. Mas gjitha ndryshimeve të mendimeve, ata që i shkuan të vërtetës për mas, mbrapa i drejtoi Allahu Jalla Jalaluhu dhe ja vrofei rrugën e drejtë. Në ajetin 90 në suratul An'am, Allahu Jalla Jalaluhu tha ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadih. Tha prej Ademit e deri te Isa alayhis salam ishin një grup pejgamber, një varg që erdhi emri ative në Kurani Kerim 24 vesh Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe tjerët për të cilët tha emrat e ative nuk i solla, po i solla veprat e ative që bënën, tha ulaika alladhina hada Allah, tha këto ishin në rrugën time o Muhammed, fa bihudahu muqtadih, tha rrugës këtive shkoju ti mrapa. Tha ulaika alladhina hada Allah, tha Ademi, Idrisi, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Suleiman, Daud, Zakaria, Yahya, Harun, Shuaib, Ilyas, Abdul Kifl,
Jahja, Isa, Zakaria, kejt këto edhe tjerat ishin në rrugën time të drejt o Muhammed, tha febi huda humu këtedih, tha rrugës ative shkoj mrapa. E pra shka të thuj, thuj ihdina sirat al mustakim, o Zot drejtona në rrugën e drejt. Tash ti pra, këto pejgamber që i sille Allahu në Kur'anin Kerim suratul An'am në ajetin 90 i komentojnë suratul Fatiha ose e komentojnë suratul Fatiha fundin e surës me këto ku tha siratal ladhina an'amta alejhim ghayril maghdubi alejhim waladdallin, o Zot drejtona në rrugën e ative që ti javë ke trasu. Kush janë ato? Siratal ladhina an'amta alejhim, këtë fjallën an'amte e komentoj Allahu në Kur'anin Kerim në qëtër surë, tha sirat alladhina an'amta alejhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, në drejto rrugë o Zot në rrugën e pejgamberëve, min an-nabiyyin në rrugën e pejgamberëve, was-siddiqin në rrugën e të vërtetëve si Abu Bakri edhe shokët e tij, was-sulaha në rrugën e të mirëve si Ebu Hanife, Imam Shafi, Ahmed ibn Hanbal, Hasan al-Basri, Imam Abu Yusuf, Imam Bukhari, Imam Muslim etc. në rrugën e të mirëve si Umar ibn Abdulaziz, Harun al-Rashidi etc. në rrugën e të drejtëve, në rrugën e të marrëve, në rrugën e të urdhëve, wash-shuhada'i edhe në rrugën e dëshmorëve. Na drejto o Zot në atë rrugë. Kjo ishte rruga të cilën e ndjekën pejgamberët para Rasulullahit alayhi salatu wasalam, e urdhnoi Allahu xhalla xhelalu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ta ndjek, edhe neve në ajtën kohë kësaj i thot Allahu në suratul Fatiha në namaz kur e knojmë na ihdina as-siratal mustaqim, o Zot në rrugën siratal ladhina an'amta alejhim min an-nabiyyin, pejgamberët was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Në surën Araf në ajetin 30 Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu thot fariqan hada wa fariqan haqqat alejhim ad-dalala. Një grup, tha Allahu xhalla xhelaluhu, i kemi bë hidajet. Një grup e meritun humbjen. Nuk tha i humbëm. Kurani Kerimi është shumë preciz. Me çdo fjalë ku është e vuar, është mrekulli. Tha fariqan hada wa fariqan haqqat alejhim ad-dalala. Tha një udh, një grup e udhëzuam. Grupi tjetër meritoi humbjen. Pse tha grupin tjetër e humbëm? Pse s'ka thonë kështu? Se humbjen e meriton njeriu. A ka ajete në Kur'anin Kerim që tregojnë edhe vërtetojnë qartë se humbjen e meriton njeriu? Po, humbjen e meriton njeriu. Allahu në Kur'anin Kerim tha falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Tha kur i ndihmun vetvetes me lën rrugën, Allahu xhalla xhelaluhu ju tha pra mos i kështu, hasni pra në humbje. Tha në Kur'anin Kerim suratul Baqara, kia ajeti ishte në surën Saf, tha në suratul Baqara në faqen e parë Kur'anin Kerimit, surës Baqara, në surën e ditë, në faqen e ditë në realitet, tha fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tha në zemrat e tyre kishte ka smundje, tha unë ishtova smundje. Tha fariqan hada wa fariqan haqqat alejhim ad-dalala. Në ajetin 36 suratul Nahl, faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alejhi ad-dalala. Disa prej ative, tha Allahu xhalla xhelalu i udhëzova unë, disa prej ative merituan humbje. Paraforsisht në kuptimin e ajetit parë. Komenti më i fortë i Kur'anit Kerimit është komenti kur komentatori komenton Kur'anin Kerimin ajetin me ajete, pastaj në radhën e ditë ajetin me hadith. Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu thot në surën Taha në ajetin 50, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allahu jona është ai i cili i dha çdo gjë krijesën e vet edhe e udhëzoi atë. I dha çdo gjë krijesën e vet edhe udhëzoi atë. Për këtë ajetun me një emision pak më herët më duket se shpjegum edhe morëm disa shembuj me shpezët edhe me disa insekte si bleta edhe qetri marimonga edhe disa krijesa timta të Allahu xhalla xhelaluhu, timta për ne, kurse Allahu merr edhe më të imtën për shembull. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa Allahu se jehudit than, ç'është ky Kurani i Kerim që mirret me këto gjëra të vogla si bubreci, snegla, marimonga edhe zogjet edhe shpezët edhe bleta këto. Allahu than Kurani i Kerim inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tha nuk turpnohet Allahu me marr shembull një blet edhe një insekt edhe më të vogël se bleta për shkak se në te ka ders.
në te ka mësim, në te ka shkollë. Qala rabbuna alladhi ata kull shay'in khalqahu thumma hada, fa Allahu jonash ai Allah I cili dha çdo gjë krijesën edhe udhzoi. Ja çka do të thot udhzoi për shembull. Allahu I krijoi njeriu synin, edhe e vuni në vendin më të bukur në organizmin e trupit të njeriu. Kush ka mend edhe kush ka sy, e shef se ai në çfarë vendi të bukur, pikë spari në çfarë vendi të bukur është I vu. Sa ai është I mbrojtur, është I vum në grop, për shkak se është në ujë, është I vum në grop. Me eshnat më të fortë pothuajse të trupit njeriu është I mbështjellur, me eshnën I cili janë në vetull, me eshnën e ballit, me eshnën e nënsinit, me eshnën e hundës, është I mbështjellur me vetulla për ta si ollukët e shtëpisë për ta përcjell ujin e shiut edhe njerëzës mëne mos me ira ati, pastaj ka kimë të tjera të qerpikut të sipër, kimë të tjera të qerpikut poshtëm, është I mbyllur me kapakun shumë modern të sinit I cili lëviz instinktivisht me urdhën e Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu, edhe e bëri atë që 80 vjet, 90 vjet, 950 vjet jetoi Nuhi, asnjëherë si ka pas sinit me I mush ku I mushin batariet, po Allahu xhalla xhelaluhu than Kur'ani I Kerim, thuj o rob, thuj rahat. Knaqu kur ta thuish rabbuna Allahu alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada, Allahu krijoi çdo gjë edhe I dha asaj bukurit, edhe I rrëfej rrugën. Kështu e krijoi Allahu xhalla xhelaluhu veshin, kështu e krijoi Allahu hundën. Çdo gjë bukur e më bukur, dhe than Kur'ani I Kerim laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e kam krijuar njeriu në fotografinë, në stilin në fotografinë më të bukur të atij në surat at-Tin. Allahu xhalla xhelaluhu në surat Taha në ajetin 79, wa adalla fir'aunu qawmahu wama hada. E kemi fjalën për fjalën hidayet. Tha Firauni e humbi popullin e vet, dhe nuk e udhëzoi. Çka ka kuptimin wama hada qawmahu ila siratin mustaqim. Tha nuk e udhëzoi popullin e vet në rrugën e drejtë. Por në të kundërtën, çka I boni? Ai e humbi. Pra thash humbja kanë ja prej vetvetiut, ja të humb dikush. Kështu duhet ta dim se humbjen ja meriton prej veprimit tënd, ja të ndihmon dikush me humb. Këtu në këtë ajet, në ajetin në Taha në ajetin 79, tha Allahu xhalla xhelalu se kjo populli I Firaunit I ndodhi nga Firauni. Tha wa adalla fir'aunu qawmahu. Tha humbi Firauni popullin e vet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mësoi shumë bukur në hadithet e veta në këtë kod të këtij ajeti në surën Taha ajeti 79, tha el mar'u ala dini khalili. Tha njeriu është në fenë e shokut. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Tha në shiqoj çdo kush për ju kanë për ban shoq, se jenë dinin e ati. Ka thonë me një hadith tjetër, la tas'al anil mar'i was'al an khalili. Mos pyet për njeriu, pyet për shokun e tij. A ke dëshirë me identifiku ndonjë njeri se si e ka ai sjelljen, si e ka punën? Tha mos u lodh. Tha këshirja shokët. Çfarë I ka shokët, ashtu është ai. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të na thojnë me shka shkojsh çashtu bosh, si ke shoqin je vet, kim se njerëzit mendojnë se këto I ka fol Xhelguri, këto fjali ka fol leka I madh, këto leka I vogël, jo leka I mesëm, këto si ka fol as leka, as tasi, as bakalli, as gjigjimi, këto nuk I kanë fol këto punë. Këto ishin hadithet e Muhammed Mustafa, të cilët I përmbledhi ai mas bukri në hadithet e veta, mësuesi I njerëzisë, tha el mar'u ala dini khalilihi, njeriu është në fenë e shokut. Tha falyanzur ahadukum man yukhalil, ne ta mendoje çdo kush kanë pe ban shoq, edhe tha la tas'al anil mar'i was'al an khalili. Mos pit për njeriu, po pit për shokët e tij, për shkurti mundesh me identifikua ata se kush është ai. Për atë këtu kur e ke shokun e mirë, të ndihmon të jesh në rrugën e drejtë. Kur e ke shoqin e keq, të ndihmon për një humbje. E në rast se e ke shokun e keq edhe ta paraqet shejtani si mik, ta dish se këtu vesh nuk je ti me shokun tan, po jeni tre pra. Njëri I cili ban komplekse, njëri I cili ban vezvese, njëri I cili zbukuron shoqin e keq, yuhuna ash-shayatin yuhuna ila awliyaihim min al-qawli gurura. Ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, shejtani e inspiron njeriu në të keqen. Do me thonë, e bind në të keqen se e keqja është e mirë. Si mundet e keqja mu bo mirë? Pa njerëzit po mundohen dollarin me falsifiku, me dhanë për të vërtet në treg. Njerëzit po mundohen markat me I falsifiku, me I dhanë për të vërteta në treg. Ato dikur po kapën, po njëherë po kalojnë në ndorën ati shka se din edhe s'ka eksperiencë në njoftimin e pareve. Edhe shejtani mundohet punte
falsifikuara, punë të liga, punë të zeza, me na i kalaiz parasive, me na u dukt mira s'paku në fillim, derisa të rësha se koma, e pastaj ti e merr vesh se po shkon për i kodrët e ka hendeku të poshtë, mirë po mall e ke me gjet një njeri në midis shpatit me të nal, atëherë kë e ke fundin në fundin e kodrës, pra e ke fundin në fundin e zjarit, në atras për shkak se nuk e ndëgjove atë në majët kodrës kur të këshillojke se hendeku është në anën e majt. Ai thoi ke kështu, e ti ke thonë atëherë në atë kose, edhe unë po e di, ti ke thonë nuk më duhet më hoq, ti ke thonë edhe unë jam më i rritur, e unë jam burr, e kush ka thonë se kejt burrat e din? Kush ka thonë se me vetë fjala burr kontribon në atë se s'ka shka me mësu mo? Jo, dir utlub al-ilma min al-mahdi ila al-lahad, lipe diturin prej djepit e në vërë. Wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, bani Allahu dituri adhurim me dituri prej vdekje, prej lindjes e deri në vdekje. Kur jam të ajeti 79 surët Taha, thonë wa adalla fir'aunu qaumahu, fa e humbi Firauni popullin e vet. Do thot wa ma hada qaumahu ila siratin mustaqim, nuk e urdhënoi popullin e vet për në rrugën e drejtë. Ai bën katastrofë të madhe shumë. Ai tha wa ma wajadtu lakum min ilahin ghayri, tha unë zgjeta zot veç juve, veç mua për ju. Ai tha ana rabbukumul a'la, fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la. Unë tha jam zoti më i madh, s'ka më të madh se unë. Kështu tha. Mirë po, tash po e cek unë ajet, ai ka thonë unë jam zot hasha, ai ka thonë s'ka zot më i madh se unë. Po xhamat dëgjuesit tim sonte, po ja shpjegoj një ajet Kurani Kerim, të cilën Firauni e boni me gojën e vet dhe kallzoi se një njeri i cili i ban këtë punë çka i ban njeriu, e këtë harroj çka pa të thonë përpara. Ai ishte një cung shumë parazit i madh. Ai tha me një vend ati zavendësit vet, ati ministrit vet, tha maroma një kodër e të hipi, tha lealli ablughu al-asbab as-samawati wal-ard wa attali'u ila ilahi Musa. Maroma tha një kodër të hipi nalt, mos pe shoh Allahin e Musës. Ai thë që përpara pa të thonë unë jam Zot, e Zoti po dashkë më amaru një kodër qert. Ai kështu pra, ishte aq paradoksal mes vete. Ishte në kundërthënjet me fjalët e veta. Ai tha s'ka Zot më i madh se unë, lip ke argatëve mi maru një kodër të hipet të atakoj Allahin e Musës. Allah, kështu pra. Ki ishte Firauni në pika shumë shkurta. Tha wa adalla Firaunu qaumahu. Tha Allahu jalla jalaluhu, Firauni e humbi popullin e vet. Kështu e humbi. Tha wa ma hada, edhe nuk dha kontribut ai që ta dërgon në rrugën e drejtë. Shiqo Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam çka bën në kundër vlerë me kët në punë të veta. Ai me Kurani Kerimi tha popullit inna hadha sirati mustaqima, tha kjo është rruga ime e trasuar nga Allahu e drejt.